Në takimin për krijimin e South East Europe Technical Assistance Center, një nisëm që synon forcimin e kapaciteteve institucional, si dhe mbështetjen e hartimit dhe zbatimit të politikave ekonomike dhe financiare në vendet e Europës juglindore. Shqipëria u përfaqësua nga një delegacion zyrtar. Pjesë e këtij takimi ishte edhe Ministri i Financave Petrit Malaj, i cili theksoi rëndësinë e kësaj platforme të re bashkëpunimi për vendin tonë. Për Shqipërinë, ajo përfaqëson një instrument të rëndësishëm bashkëpunimi teknik në funksion të avancimit të reformave strukturore, forcimit të qeverisjes ekonomike dhe mbështetjes së procesit të integrimit evropian. Gjatë fjalës së tij, Ministri Malaj vlerësoi bashkëpunimin me Italinë si vend drejtues i kësaj iniciative, si dhe rolin e Bankës së Italisë për asistencën në procesin e anëtarësimit dhe mbështetjen në modernizimin e kuadrit financiar. Ky bashkëpunim, sipas tij, ka qenë kyç në forcimin e kapaciteteve institucionale dhe në përmbyshjen e reformave të rëndësishme ekonomike. Në përfundim u theksua se Shqipëria mbetet e angazhuar për të kontribuar në mënyrë aktive dhe konstruktive në këtë platformë të re bashkëpunimi rajonal, duke synuar zhvillim të qëndrueshëm dhe integrim më të shpejtë në strukturat europiane.